Falënderimet më të sinqerta dhe më të përzemërta janë për Zotin e gjithësisë, i cili meriton çdo lavdë dhe çdo falënderim. Ty të qofshim falë, o Zoti ynë, ja Allah, për çdo mirësi e për çdo begati që falë e dhurove. Të lutemi ty, o Zot, shtoje mirësinë tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Na falë, o Zoti ynë, na mëshiro, ti e më i madh i mëshirues. Ti e ai i cili me gjithse gabimet tona dhe fajet tona ngjiten tek ti, kur nuk pushove dhe kur nuk reshte duke i zbritur të mirat e tua ndaj nesh. Ti ai i cili me gjithse i din të gjitha, je më i madh i falës dhe mëshirues. Ti ai i cili me gjithse kundërshtohesh me mëkate, je më i plot fuqishmi, përse je afatizues dhe je bujar i madh. Orientoj zemrat tona, ja Allah, orientoj mendjet tona, qëllimet tona për tek e mira. Ti je orientuesi dhe udhëzuesi. Ato që ti e drejtove dhe udhëzove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga rruga jote? Subhanallahil azim. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Allahu xhelleshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona si më i madhi njeri, më i miri profet, më i madhi profet. Ati familjes ti të pastër, shokëve ti të nderuar, ja Allah, fali, mëshiroj, begatoj dhe gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin me shumë përkushtim dhe me shumë shpirt e zemër rrugën e profetit tënd. Amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, sa herë që ne diskutojmë dhe flasim për gjëra që neve na i ka premtuar Allahu xhaleshanu, për premtimet e mëdha të Zotit. Kur flasim për xhenetin, kur flasim për xhehenemin, kur flasim për mirësitë që përgatiti Zoti për xhenetlinjt. Kur tregojmë për porositë e Allahu xhaleshanu që kush bën mirë do të gjejë tek Zoti këtë gjë ose këtë gjë edhe këtë gjë tjetër. Edhe shumë prej informacioneve dhe lajmeve që Zoti na i tregoi nga bota e gajbit dhe tek ajo që do të vi, tek e ardhmja. Nuk është kollaj që njeriu të besojë përveç atij që e ka përforcuar Allahu xhaleshanu dhe ja ka mbush zemrën plot me iman. E Zoti jo më kot than Kur'an, walladhina yu'minuna bil ghaib, ata cilët e besojnë gajbin, fshetsin, atë që akoma se kanë pa me sy, po që e ka premtu Allahu xhaleshanu. E madhi Zot thonë, ashtu siç na dha neve argumente, ashtu siç na krijoi dhe nuk ka dyshim këtë gjë, pa dyshim na premtoi neve nëpërmjet librave, shpalljeve të shenjta dhe profetëve të dashur që i solli midis nesh, pra, midis njerëzve. Na premtoi ato gjëra të cilat janë hak, janë realitet. E gjithmonë do të gjeni se ka pas midis njerëzve dy grupe. Një grup që kanë besuar dhe një grup që s'kanë besuar, ose një grup të cilët që në fillimet e njerëzimit, pra, që kanë mbështet të mirën, të vërtetën edhe të drejtën dhe kanë ecë në rrugën e Allahut, në rrugën e Zotit, në rrugën e pajshme. Ata cilët janë mundu me qëndru të e mira në këtë dynja, Allahu xhaleshanu do t'i shpërblejë edhe me të mirë ditën që do dalin para tij. Edhe grupi tjetër cilët janë pozicionu të ke keqja, Zoti na ruaj, dhe kanë qenë ndihmues të të keqës. Gjithmonë ka pas betejë midis mirës e të keqës dhe midis mbështetësve të mirës edhe mbështetësve të të keqës. Shumë gjëra ne i shohim edhe sot. Dhe na i ka dhënë neve Allahu xhaleshanu shembujt në Kur'an, dhe nga një herë kur i lexojmë ose kur shtjellojmë historitë e mëparshme që Zoti i tregoi në Kur'an, sikur shohim që kanë shumë ngjasi me ngjarje ose me ndodhi që neve i prekim sot edhe kemi aktuale. Profeti alayhi salatu wassalam ka qenë profeti i lehtësimit. Ka qenë profeti i cili ngushtohej në shpirtin e tij
sepse donte që t'ja leconte besimtarve, ishte shumë i mëshirshëm me besimtarët dhe donte leximin, ashtu siç edhe Allahu xhaleshanu e ka treguar në Kur'anin famlar, qëllimin e obligimeve dhe orientimeve fetare. Ma yuridu Allahu li yaj'ala aleikum min haraj, walakin nuk dëshiron Allahu xhaleshanu që juve t'ju vejnë siklet me obligimet e tij, po don t'ju pastroj juve shpirtin, zemrën, gjymtyrët, don t'ju alecoj juve Allahu xhaleshanu. Beshiru wala tunaffiru, yessiru wala tu'assiru, leçoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni njerëzit, se ka shumë çka për të përgëzuar njerëzit, për ata cilët bëjnë mirë edhe duan me qenë ke mira, jepini myshde, jepini përgëzime, jepini lajmet prej Allahu xhaleshanu. Dhe mos i largoni njerëzit nga rruga e Zotit, me gabimet tuaja, me fjalët e juaja, me gjuhën që përdorni, që nuk është e përshtatshme. E profeti alayhi salatu wassalam sa herë që kishte rast për të zgjedhur midis dy gjërave, pra ka dy mënyra për ta kryer diçka, zgjidh atë që ishte më e lehtë, atë që implementoi më lehtë dhe ishte pra më kollaj për njerëzit. Ka shumë njerëz të cilët të nxitur nga e dukshmja, nga ajo që preket nga materialja. Thot ti më flet, mu thot për diçka, thot që do të ndodhe, ne s'kemi pa, as se dim ç'a do ndodhe, ç'a s'do ndodhe. Vlla thot, un jam këtu thot, du të prekshme thot materiale, ta shoh. Prirur nga dëshira për të pas pozicione, prirur nga dëshira për të pas pasuri, me vonë pasuri shpejt e shpejt, sidomos ata që s'besojnë ahiret, thonë, po vdiqja unë, thot, nuk kam mo, thot, edhe kështu që ta bëj jetën time, thot, aq ditë sa kam, thot, me jetu, ti jetoj, thot, i lumtur, qoftë edhe në kurriz tjerëve, Zoti na ruaj. E të prirur nga të gjitha këto, fillojnë edhe devijojnë, është sprovë e madhe, fillojnë dyshojnë tek ato që premton Zoti xhaleshanu, dyshojnë tek qëllimi pse na ka kriju Allahu xhaleshanu, dyshojnë, a është rruga e vërtetë kjo apo s'është rruga e vërtetë kjo. Gjithmonë ka pas momente që njerëzit sprovohen nga tilla situata, pra kur vjen përballë ndonjë situate që duhet me ndaj gjërat ose me i qëndrim, ose me majt i qëndrim ashtu siç duhet, edhe me u pozicionu tek e mira. Nuhu alayhi salam, nëse e keni vënë re në Kur'an, i vinte populli i tij dhe i thoshte nu'minu laka wa taba'aka al-ardhalun. Atë besojmë neve ty, vinin paria e popullit. Dhe besojmë neve ty, ndërkohë që besimtar aty këtu janë më fukarejt, më të lodhurit, njerëzit që nuk kanë bërë diçka në jetë. Ndërkohë ne kemi pushtetin, kemi pasurinë, drejtojmë bizneset, drejtojmë vendin. Largoj këto që të kanë ardhur ty si besimtar, që nuk janë aty ku duhet, dhe po vim neve të ndihmojmë edhe bëhemi bashkë, ecim ne. Bëhemi grup bashkë edhe ndihmojmë kauzën tënde. Po Salihut alayhi salam, Hudit alayhi salam, me Lutin, me Isain alayhi salam, po të shikoni edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Imagjino, në fillimet e veta profeti alayhi salatu wassalam ishte i vetëm, e bënte fshehur azi atë davetin, pra thirrjen edhe ftesën e njerëzve në fe. Dhe mblidheshin fshehur azi sepse donte që t'ju mësonte njerëzve fen, mos i sprovonte ato që të përballeshin me trysnin e atyre që nuk e donin fen e Allahu xhaleshanu dhe e shifshin të vërtetën, e shifnin si rrezik, e shifnin të vërtetën si rrezik i sistemit që kishin ndërtu. E subhanallah, vazhdoi për një farë kohë kështu, edhe në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. E nuk beson, jo vetëm në atë kohë, po edhe në këtë kohë, nuk beson vetëm sa i që është besimtar i sinqert, ama ka diçka o vlezër dhe motra. Momentin që duket sikur feja është e dobët, ose njerëzit e fesë janë dobët, ata cilët e përkrahin vërtetën kur e keqja është prevaluese dhe duket sikur është trend, sikur është koha e pavërtetës ose koha e të keqes,
Ai që pozicionohet tek e mira, pasha Allahu shpërblimet i ka pa fund tek Allahu xhaleshanu. Ai i cili njerëzve të cilët janë të udhëzuar, ju duket sikur është jashtë trendit, sikur është jashtë kohës, madje ngaherë, qofse ju kujtohet ata që kanë qenë më herët në fe. Mu më kujtohet vetë. Talleshin me ata që ishin medresist. Këto thoshin janë njerëz pa perspektivë. Mësojnë diçka aty, shkojnë ngrehen e ulen atje në xhami, duke sikur trendi ishte në rrugë tjetër edhe jo në rrugën e fesë, edhe jo tek e vërteta që zbriti Allahu xhaleshanu. Ishte ai fillim atëherë, edhe njerëzit mblidheshin, nuk ishte shumë siç ka sot. Sot kemi elhamdulillah njerëz nga të gjitha fushat. Nuk ka familje, nuk ka fis që mos ketë besimtar. Nuk ka rreth, nuk ka qytet, nuk ka institucion shtetëror ose privat mos ketë vëllezër muslimanë dhe motra muslimane. Elhamdulillah, të cilët e praktikojnë fen lirshëm dhe e shprehin besimin e tyre lirshëm. Ke biznesmen nga fushat më ndryshme, nga më të mëdhenjt, elhamdulillah, i ka fuqizuar Allahu xhaleshanu radhët e besimit të vërtetës. E vëllezër nderuar, thot Allahu xhaleshanu: La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina amanu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Nuk barazohen ata cilët momentin e parë kur ishte dobët u rreshtun ke e vërteta, e besun Allahun xhaleshanu dhe ndoqën rrugën e drejtë dhe të vërtetë, ja dorëzuan shpirtin Zotit. Edhe këta që erdhën më pas ka shpërblime Allahu xhaleshanu dhe për ata, sepse gjithë secili Zoti do t'i japi shpërblimet, për ata të parët kanë shpërblimet më të mëdha, thot Zoti xhaleshanu. E prandaj do të shikosh që në momentin që dikujt i flet për të vërtetën, që dikujt i flet për fen, që dikujt do me apo Allahu xhaleshanu të dashur në zemrën dhe në shpirtin e tij, sot ka sprova të mëdha, është sprova e famës, është sprova që të kesh nga një herë do shohësh që dikush është duke u marrë me një punë e cila nuk është punë e ndershme, dhe ti je duke i fol për diçka të madhe, atij mase i duhet që të lej gjërat e tij që drejtohet tek Allahu xhaleshanu dhe ta zbusi zemrën. Kjo fe është ushqim për shpirtin edhe për zemrën. E ai i cili fillon ta praktikojë, ai i cili fillon të futet në fe, ai i cili fillon ta hapi zemrën për Allahun xhaleshanu, atij ushqet shpirti. Pasha Allahun, vallahi, ai i cili e provon ëmbëlsinë e besimit nuk krahasohet me asgjë tjetër, as me pushtetin, as me lekun, as me pasurinë, as me privilegjet nga më të ndryshmet. Ama a është sprovë kur ti flasësh njerëzve, edhe kur ti thirrësh njerëzit për në fe. Duhet njeriu pra ta kuptojë që nuk është diçka që hajde e the dhe duhet patjetër njerëzit ty të binden dhe njerëz patjetër ty të përgjigjen. Sot flasim një fjalë. Dje isha në një xhenaze. Kam fol 5 minuta mesazhe, është moment që jepen mesazhe. Vallahi, edhe ai i cili është më i hutumi, edhe ai i cili është më i largumi nga feja, ka i moment që fillon reflekton. E shefat e tjetri që është në xhenazë aty, e shef që nuk merr gjë me vete nga kjo botë, i ka pas gjitha, edhe famën, ishte njeri që kishte pas i farë pozicioni. Ka pas edhe pasurinë, edhe të gjitha, e përcjellin gjithë njerëzit asgjë s'merr me vete. E rruga nuk është vetëm se rruga e Zotit, vetëm se rruga e vërtetë. Rruga që orientohesh për tek Allahu xhaleshanu, ajo është e cila ta ndriçon edhe dynjan, edhe të fut në shinat e dignitetit ashtu siç duhet me jetu si njeri, por ajo e cila dhe kur dalim para Zotit xhaleshanu do na i shkëlqej fytyrat inshallah. Kemi folur një ditë në Vaz, kemi folur për historinë e 2 personave që kishin kopshtet. Personi që ishte mosbesimtar dhe personi që ishte besimtar. Ky që ishte mosbesimtar ishte shumë i aftë. Edhe nga mënyra se si e tregon Kurani ngjarjen, pra nga mënyra se si e përshkruan ngjarjen,
se sa bukur e kishte bërë atë kopshtin e tij ky mosbesimtari, që ta sillte prodhimin edhe ta rriste prodhimin, kishte edhe një lum që vinte, lumi domethënë për qark atij kopshtit. Imagjino, bënte prodhim disa herë në vit kopshti dhe ishte nga njerëzit më të aftë në fushën e tij. Dhe aq mirë e zotronte sa që e shifte mrekullinë dhe bukurinë, humaniste me bukurinë e saj dhe thoshte: "Ma e dhunu te bida hadhi ebeda." Nuk mendoj se kjo mirësi dhe kjo begati që un kam do të zhduket ndonjëherë, sepse e zotronte, dinte që të sillej dhe të gjente problemet e bujqësisë dhe të gjithë ja gjente ilaçin edhe shërimin çdo gjëje. Dhe vetëm sa ja shtonte, edhe ja shtonte bereqetin, po themi, edhe mirësinë edhe prodhimin asaj. Kur i vjen shoku i tij që ishte besimtar, edhe e këshillon, i thot: "Orti, thot, ka Zot, thot, a di që ka Zot apo se di që ka Zot?" Imagjino nga mendjemallësia që i kishte punët në Terezi, e përçmon edhe i thot: "Kush je ti, thot, që të më flasësh mua për Zotin, ti s'ke bëu asnjë gjë në jetë. Po pse duhet më bëu diçka në jetë që të thush i gjë të vërtetë? Po pse duhet më qenë patjetër kryeminist ose president të Republikës që të të ngjisi fjala? Po pse duhet më qenë miliarder që të thush ti vetëm të vërtetën?" O subhanallah. Dhe i thot: "Nëse ka Zot, thot, nëse do të ketë Zot, atëherë Zoti mu thot më ka dhënë thot shumë thot dhe nuk ka pse mos më japi këto edhe kur të shkoj ke Zoti thot. Se un jam shumë i aftë, un jam njëri që punoj shumë." E filloi duke folë, duke mohu Zotin, duke u tallë me fen. Imagjino, njerëzit është kjo që po them, njerëzit duhet dikush patjetër të ketë bëjë gjë të madhe që t'i ngjisi fjala. Po mirë, kjo është shpallja inore, kjo është udhëzimi i Allahut xhaleshanu, kjo është ajo që neve Zoti na mësoi nëpërmjet profetëve të tij. Kjo është ajo pa cilën nuk ka kuptim bota dhe jeta, nuk ka kuptim asgjë në jetën e njeriu, subhanallahu el-azim. Tek ne këtu në Shqipëri ka gati 34-35 vjet që është hap feja. Mbasi ra komunizmi, elhamdulillah, kujt ja priste mendja? Mbas gjithë atij komunizmi, mbas gjithë asaj trysnie dhe presioni, ata cilët janë të vjetër akoma që janë gjallë, Zoti i forcov subhanallah, ças kanë pa në atë kohë. Ne kemi kap kohën e fundit, kemi arrit kohën e fundit kur ishte duke marru kjo punë. Ama kanë menduar se nuk do hiqim ona i herë komunizmi, sepse njerëzit vetëm thjesht ta shprehnin besimin, i degdiste, i shkatërrote jetën, i çote në fund Shqipërisë anë me një fshat që mos ta merrte më veten, ja priste gjithë fiet në jetën e tij. Sa vet janë internuar, sa vet janë burgos, subhanallah. E kujt ja priste mendja? Ja Allahu xhaleshanu me gjithë forcën që kishte pushteti. E rrënoi atë, sepse e pavërteta, o vëllezërit e mi, nuk matet me fuqinë ose me lekun ose me pozitën. E vërteta nga pavërteta nuk është ky kriteri që mat edhe që ndan gjërat. Rruga e Zotit nuk matet me këto gjëra. Grada që ka njeriu tek Allahu xhaleshanu mund të jetë një njeri i cili nuk të hyn syti, po ai mund të jetë më i dashur tek Zoti, sepse nuk është ky kriteri që neve masim gjërat. E Allahu xhaleshanu neve na tregoi shembujin Kur'anin famlart, që ne si besimtar, ato që vinë prej Zotit, i besojmë me shpirt e me zemër, sepse premtimi i Allahut do të bëhet hak dhe do të bëhet realitet. Edhe në këtë dynja nuk i lën Allahu xhaleshanu pa suport njerëzit e mirë, njerëzit cilët mundohen me opozicionu edhe me nejt tek e mira. Ndërsa ata cilët janë njerëz cilët mundohen që të punojnë për të keqen, edhe të mbështesin të keqen, Zoti ne i ka dhënë shembuj që në këtë dynja. E lusë Allahu xhaleshanu të na falë, të na mëshiroj, amin. Po të vije në xhami në ato fillime, unë kam pas fatin, elhamdulillah, kam qenë i vogël, me shumë kënaqësi dhe dëshirë të madhe, frekuentoja xhamin. Do shifje ose moshën që janë shumë të thyer, domethënë të avancuar në moshën e të vjetërve e pleqve, ose do shifje të ri fare, edhe pak xhamat kishte, subhanallah. Pak xhamat kishte. Dikush, si që a thash, shifte dhe thoshte këto të rinj që vinë xhami janë jashtë trendit, ndërsa ato të rinj që vinin xhami, elhamdulillah u bën me shkolla, ndërtuan familje dhe ishin njerëz cilët hecën me drejt dhe janë familje të respektueme. Ndërkohë që shokët tanë cilët nuk u udhëzuan, subhanallah, duke na ardhur keq,
jo se dum neve të themi diçka ose kemi diçka me askën, po thjesht me tregu sa shok të mi të cilët nuk ishin kësaj rruge. Sot mbase disa për tyre nuk jetojnë, ose disa të tjerë morën rrugë të këqija të drogës ose të haramit. E sa të tjerë patën probleme me familjet, me vese, me probleme. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, me ju thonë që rruga e Allahu Xheleshanu është ajo e cila t'i jep edhe dynjan, t'i jep edhe ahiretin, vallahi. E falenderojmë Zotin Xheleshanu për udhëzimin që na ka dhënë. E sot ke vëllezër dhe ke musliman cilët i ka ngritë Allahu Xheleshanu edhe në dynja, elhamdulillah, kanë pozicione, kanë pasuri, kanë biznese. Jo vetëm zekatin e japin, nuk bëhet fjalë. Po thonë, Zot, kjo është detyrë, neve du me bëhe edhe më shumë akoma. I mbajnë kujdesen për xhamit e Allahut, kujdesen për aktivitetet fetare. Ju të gjithë keni qenë pjesë e nismave që neve kemi bërë. Me i gjallëru xhamit edhe aktivitetin fetar në Tiranë edhe kudo, elhamdulillah. Nuk ka ngel kjo punë, sa bukur. E sot më vinë Musa e sa herë më vinë turist tu te xhamia madhe dhe më thonë, interesant shumë ku nuk kemi qenë. Ku nuk kemi qenë edhe nga vendet islame. Po kështu si këtu në Shqipëri neve 95% të rinë për xhamia nuk kemi pa me asnjë vend. Është fakt, elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderojmë Zotin. Elhamdulillah për udhëzimin. Falënderimi takon Allahu Xheleshanu për mirësinë edhe për begatinë. E megjithatë, sfida mbetet akoma vëllezër dhe motra. Kul men kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda. Ai i cili është në humbje do ta shohim neve, faktori kohë. Le të zjasi jeta dhe do ta shohim. Hatta idha ra'u ma yu'aduna imma al-'adhaba wa imma as-sa'a fasaya'lamuna man sharru makanan wa adhafu junda. E do vi momenti që Allahu Xheleshanu t'i tregoj argumentet e veta ose ditën që do dalin para Allahu Xheleshanu për ta shohin realitetin cilin se kanë besu, cilin neve i qofshim fal Zotit e besojmë, e do shohin se kush është më i dobët, edhe kush është më i fortë, edhe kush e ka pozitën më të keqe në atë moment që qëndrojnë para Allahu Xheleshanu. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Ata cilët janë të udhëzuar, Allahu ja shton edhe më tepër udhëzimin, edhe më tepër begatinë, edhe mirësinë e tij dhe i tregon fakte edhe argumente që në këtë jetë që ta falenderojnë Zotin me shpirt e me zemër. O Allah, ty të qofshim fal. Me të vërtetë, besimtarët janë gabimtar, janë njerëz, bëjnë gabime. Po udhëzimi i Allahut, dashuria, mirësia që i ka pas Zoti në zemër, që i hapi zemrën edhe krahërorin që t'jenë prej besimtarëve, vallahi është pishtar ndriçues në jetën e tyre. Po të shikoni në hadith të vërtetë Allahu Xheleshanu i thot Xhibrilit, thot shko thot hidhi një sy thot xhehenemit që kam kriju. E shef xhehenemin me pak fjalë shkurt, e shef xhehenemin, aty ishin gjithë njerëzit e pasur, njerëzit që kanë qenë rehat në këtë jetë, njerëzit që kanë pasi farë pozicionin base. Dhe kur shef se me çfarë rrethohej xhehenemi, gjithë qefet, gjithë ato argëtimet e kota, gjithë një formë jete, domethënë që mbase disave ju duket si trend i bukur me e bë jetën ashtu. Tha Zoti im, tha, me atë që pashta brenda në xhehenem, tha, të merrin e xhehenemit, mendoj, tha, se nuk do ketë besimtar që do dëgjoj për xhehenemin e mos të largohet prej tij. Kur të dëgjoj se çka ka xhehenemi, e mos të largohet prej tij, të merret që kishte aty dënimin e Allahut. Po kur pash o Zot, thot se me çfarë rrethohej xhehenemi, do ta kenë shumë të vështirë, o Zoti im, njerëzit në këtë jetë. Tha, shko hidhi një sy xhenetit. E pa xhenetin atë që mendja nuk e ka mendu, syri se ka pa, veshi se ka dëgju. Dhe gjithë mirësitë, begatitë e Allahu Xheleshanu që i përgatiti me dorën e vet për njerëzit e mirë, Allahu subhanahu wa taala. E kur pa me çfarë rrethohej me vështirësitë, aty ka mohimi vetes, aty ka largimi nga e keqja, aty ka largimi nga haramet, aty ka të shtypësh nefsin tat që ta adhurosh Allahun Xheleshanu dhe ti bindesh Zotit ashtu siç duhet, kur ta ka kërkuar Allahu Xheleshanu të jetosh me ndershmëri, edhe pse të tjerët janë duke bën namin me haram, ti largohesh nga harami, do me jetu me ndershmëri. Tha Zoti im, tha, nuk do ketë besimtar që të dëgjojë për xhenetin dhe begatit që ti ke kriju, e mos bëj çmos që t'ja arrisi xhenetit, pra nuk ka për të ngel njëri pa u fut xhenet. Po kur pashta se me çaj ishte rrethu xheneti, neve Zoti na ndihmoft të vëllezër dhe motra. E lut Allahun Xheleshanu na e forcoj besimin.
Kur mos të shkojnë mend që të largohesh nga rruga e Zotit. Kur mos të shkojnë mend që ta mbyllësh këtë derë që ta ka hap Allahu xhaleshanuhu. Kur mos të shkojnë mend të kthesh spinën Allahu xhaleshanuhu dhe dritës hynore. Vallahi, për Zotin e Madh. Edhe kur ta shohësh veten që je dobët, duket vetja sikur je gjunafqar ose je mëkatar. Pasha Allahu, mëshira e Allahut është më e madhe se sa çdo mëkat dhe çdo gabim dhe ajo i përfshin të gjitha. Mos e humb shpresën tek Allahu se shejtani mallkum është ai I cili ti bëj gjona të vështirë dhe ti bëj sikur Zoti është I dhëruar me ty. Allahu xhaleshanu e pret robin e vet me kënaqësinë dhe me gëzimin më të madh kur ai kthehet tek Allahu xhaleshanu. Mos e harroni se Zoti është më I madh I bujar. Mos ju ndani rrugës Zotit dhe rrugës Allahut. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allahu do të na shtojë neve begatinë dhe udhëzimin e tij, orientimin e tij, nëse ne mundohemi pra që të ecim në rrugën e Zotit xhaleshanuhu. O Zoti ynë, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro. O Allah, ty të lutemi na I ndriço zemrat o Allah me dritën e besimit tënd. O Allah, ty të lutemi, na shto dashurinë për ty, dashurinë për profetin tënd, dashurinë për Kur'anin, dashurinë për njëri tjetrin, dashurinë për vendin ton, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, o Zoti ynë, na oriento tek e mira dhe na e fshit keqen nga zemra. Bëjet keqen që neve, ja Allah, mos na joshi, edhe mos na tërheqi. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, na bëj neve që ti t'jesh I pari në zemrën tonë. O Allah, na I lecon e sprovat e kësaj dynjaje. O Zot, ai I cili ka hallë dhe ka siklet, o Zot, të lutemi, ja Allah, jepi zgjidhje, ti je më I plot fuqishmi, në dorën tënde janë çelësat e çdo zgjidhje, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, ata cilët kanë mëkate, ne të gjithë kemi gjuna dhe mëkate, na falë, na mëshiro, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, ata cilët janë dobët forcoj, ata cilët kanë borxhe ndihmoj, ja Allah, që t'i shlyejnë borxhet e tyre, ata cilët, ja Allah, kanë halle me shëndetin. O Zot, shëroj, jepi shërim, ja Shafi, ti je shëruesi, ja Allah. O Zot, ata cilët janë ndan nga kjo jetë prej muslimanëve, mëshiroj, ti je më I madhi mëshirues. U mbyll dhe ky vit, ja Allah. E ky vit, ky fund viti, o Zot ynë, qoftë reflektime dhe analizë për gjithë secilin prej nesh. Nëse kemi qenë neve dobët, shtojmë dëshirën për të bërë mirë akoma. E nëse neve, ja Allah, kemi qenë të mirë, na e shtoj edhe më tepër mirësinë, ja Allah, dhe të afrohemi tek ty, të bëhemi dashurit e ty, o Zot. Bëhemi dashurit e ty, o Zot, na falë ne, fali prindit tanë. Falit gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salat, Zoti ju nderoft.